Shkruan Eva Papa. Titull: Një kërkesë e hapur zonjës Elena Kocaçi. Na lini përallat, na tregoni realitetin. Zonjë Elena Kocaçi e nderuar, më lejoni t'ju drejtohem hapur me respektin që meriton mosha juaj, por me patos të plot si një shqiptar i shqetësuar nga fjala juaj publike. Ju keni një platformë dhe një autoritet, por kur ju dëgjoj duke na shpërndar përalla për Aleksandrin e Madh, për Helenën e Trojës dhe për Shqipëri të mëdha të lashta, zemra më dhemb. Kjo përjetësia në të kaluarën, kjo mitologjia etnike, ku na hyn në punë sot, a është kjo një formë e sofistikuar e vetëbindjes për të maskuar mjerimin e sotëm? Ana po i hidhni syve me retorik nacionaliste, ashtu siç bëjnë politikanët kur duan të largojnë vëmendjen nga dështimet e tyre? Dëgjojmë zonjë historiane, por historia që na tregoni ju është e vdekur dhe pa lidhje me dhimbjen tonë të gjallë. Mua s'më intereson as pak se kujt i takonin këto troje para 3.000 vjetësh. Më intereson tmerrësisht. Pse po zhduket rinia shqiptare? Pse të gjithë të rinjt me shpirt dhe mendje largohen duke lënë një vend bosh? Pse po vdesin prindërit tanë në vetmi në fshatra të zbrasta, pa shëndetësi, pa ngrohtësi njerëzore? Pse u zbrazën fshatrat që dikur kishin jetë? Kush e hëngri bukën e atyre mureve të thyera? Apo e bëjnë këtë sistem që popullsia të shuhet ngadalë, duke e përgatitur vendin për interesa të huaja? A është kjo politika e tretjes së popullit ton? Këto janë temat e sotme. Këto janë historitë e vërteta që duhen treguar. Nëse platforma juaj është vetëm një megafon për të lavdëruar të kaluarën e shëndritshme, duke injoruar katastrofën e tashme, atëherë ju jeni pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. Ju kërkoni vëmendjen ton, madje edhe kontributin ton të vogël. Por çfarë na ktheni? Mitologji. Unë nuk dua as të shoh figurën tuaj në ekran duke thënë se ju jeni bërë milionere duke na shitur ëndra të vjetra. Populli shqiptar nuk ka nevojë për përalla për mëdhenjt. Ai ka nevojë për fakte, për analizë, për zë të qartë kundër shkatërimit të tashëm. Ka nevojë për dikë që t'i kujtoj pushtetit dhe elitës për gjendjen e tij të mjerueshme. Nëse kjo nuk është roli që doni të luani, atëherë me të drejtën time si një qytetar i lodhur nga gënjeshtrat, ju kërkoj, hiquj. Lini hapësirë për zëra të tjerë që guxojnë të flasin për të tashmen. Me një shpresë të heshtur për ndryshim, një shqiptar i zhgënjyer.